Paradite e dha dekretin për shpërbërje të kuvendit e pas dite prisin të nisin edhe takimet mes liderëve për të caktuar datën e zgjedhjeve. Deri më tani ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij vetëm lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumira Abligjiku, i cili tha se nga ora 1 do të ketë takim në president me presidentin Osmani. Krejt kjo vije pasi që një ditë më parë, pra me 5-ën, ishte afati fundit kur qytetarët, kur të zgjedhurit e popullit në fakt do të duhej të zgjidhin presidentin, megjithatë nuk arritën ta bëjnë një gjë të tillë, ani se i patën kohë deri në 12 të natës. Kjo i bie që domethënë lëvizja vendosi në këtë rast kishte 2 kandidat për kryetar të shtetit, mirë po megjithatë nuk arriti që asnjëri prej tyre që të bëhet pra i pari i shtetit. Sido që tjetë vazhduan punimet dhe bëri pas kësaj pra u nis edhe një kërkesë karshi kushtetueses derisa thanë se të pezullohen të gjitha afatet ligjore, por takimi i cili pritet të mbahet sot në presidencë nuk dihet nëse do të vinë apo jo edhe liderët e partive të tjera, megjithatë ai i Lidhjes Demokratike qysh në mëngjes ka thënë se e mirëpret një gjë të tillë dhe mirëpret që populli të vendos pra edhe një herë në frymën e tij demokratike. Po ashtu në mëngjes herët me të përfunduar konferenca e presidentes Osmani në qeveri rreth një orë kanë qëndruar edhe ambasadorët e Kuwaitit, të cilët nuk dihet nëse kanë biseduar për këtë gjë apo për diçka tjetër, meqense as vetë kryeministri Kurti nuk u prononcua për media duke thënë se gjithçka që do të ketë për të folur rreth çështjes dhe asaj se çfarë do të diskutuar me ambasadorët e Kuwaitit, do ta bëj këtu në Prishtinë, nga se i njëjti ishte pyetur në Prekaz kur ai shkoi të bëj homazhe. Sido që tjetë për vendimin e presidentes pra që të bëhet dekreti për shpërbërjen e kuvendit, po cilësohet nga lëvizja vetëvendosje si shkelje kushtetuese. Ishte një zëvendës ministri i drejtësisë tha se kjo që ka bërë sot presidentja është shkelje kushtetuese, nga se nuk mund të merr vendime të tilla duke e ditur që në gjykatën kushtetuese tashmë është dorëzuar një kërkesë nga lëvizja vetëvendosje. Kastrio, të faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe detajet që na dhen nga presidenca e Kosovës.